Moderatori i njohur Lindrit Zogaj i dha fund Besharis me dashurinë e tij, Donën. Çifti zgjodhi ta kuriorzonte dashurinë e tyre me një dasmë të vërtet unike, plot detaje të veçanta që morën vëmendjen e të gjithë të pranishmëve. Që nga hyrja spektakolare e çiftit, ballëzimi i tyre unik, që la të gjithë pa fjalë deri te çdo detaj i menduar me kujdes, Lindriti dhe Dona shkëlqyen në ditën e tyre më të veçantë. Ajo që e bëri edhe më të veçantë dasmën është zgjedhja e veshjeve me motive tradicionale nga të dy, duke sjellë një ndërthurje elegante mes traditës dhe modernes dhe duke befasuar të gjithë të pranishmit. Me një atmosferë magjike, detaje të kryuara dhe një emocion, dasma e Lindritit dhe e Donës padyshim do të mbetet ndër ceremonitë më të veçanta të këtij viti në Kosovë. Kryeministri norvegjez i përgjigjet studentes shqiptare. Kujt i pengon flamuri i shqiptarëve le t'i mbyll syt, të mos e shikoj. Një gjest i vogël, por një porosi e madhe nga Oslo. Një moment i veçantë në Oslo, studentja shqiptare nga Kosova, Dea Murseli, u fotografua së bashku me kryeministrin e Norvegjisë, Jonas Gahr Store, gjatë vizitës së saj në Universitetin e Oslos. Store është kryeministri norvegjisë që nga viti 2021. Dea, e lindur dhe e rritur në Norvegji, është studente e historisë në Universitetin e Oslos. Kjo ka zgjedhur si fushë studimi historinë e kombit shqiptar në Ballkan me theks të veçantë e figura Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Por ajo që e bën këtë fotografi edhe më interesante është momenti para shkrepjes së fotografisë. Dea Murseli tregon për Mercury Press. E pyeti kryeministrin norvegjez Thor nëse do ta pengonte që të formonte simbolin e shqiponjës shqiptare me duar, dhe kryeministri norvegjez i është përgjigjur: kujt i pengon flamuri i shqiptarëve le t'i mbyll syt dhe të mos e shikoj. Një përgjigje thjesht, por me një mesazh të fuqishëm, respekti për identitetin dhe simbolin e tjetrit nuk duhet të jetë kurrë problem. Ndoshta këtë qasje duhet ta mësojnë edhe disa politikanë, profesor, analistë e gazetarë shqiptarë, si në Prishtinë ashtu edhe në Tiranë, të cilët munduan të largohen apo ta minimizojnë identitetin, kulturën dhe flamurin kushëzi të shqiptarëve në Ballkan.